Mendoj që çështja është e këtillë e ndihshme dhe në referendum çështjen e vendos qeveria. Qeveria ka arritur këtë marrëveshje. Dhe qeveria, partitë politike që mbështesin këtë marrëveshje, duhet ta bindin qytetarin që të qëndrojë pas kësaj marrëveshje. Dhe unë prej natyres jam optimist dhe vlerësoj që me gjitha dilemat që i kemi këtu, me gjithat listë unike zgjedhore, unë mendoj që do të ketë mobilizim të forcave progresive në Republikën e Maqedonisë dhe do të ketë jo mbi 450.000 sa është përqindja e cenzusit për të shpallur këtë referendum të suksesshëm, sepse jo vetëm shqiptarët, të gjitha bashkësitë etnike. Thash që antarët e LSDM-s mendoj që përqindja më e madhe, rreth 90%. Unë jam i vetëdijshëm se një përqindje e vogël edhe tek LSDM-ja ka dilemat e veta. Në anën tjetër, vlerësoj që edhe partitë të cilat jo vetëm që janë pjesë e koalicionit me LSDM-n, por partitë të cilat kanë qëndrime jo shumë të djathta, por edhe jo pro LSDM-s. Gjithashtu do të apelojnë për pjesëmarrje në referendum. Partia VMRO Popullore u deklarua pro, që është një kontingjent, ndoshta jo shumë i madh, por shumë i rëndësishëm për të shpallur referendumin e suksesshëm. Mendoj që pyetja negative në këtë rast nuk është në favor të legitimitetit, sepse çështjen në referendum megjithatë e vendos qeveria, pavarësisht që e kërkon edhe VMRO DPMN-ja.